Më 10 qershor 1878 u mbajt kuvendi i Prizrenit, i cili shpalli formimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Punimet e kuvendit u drejtuan nga Ilyas Pashdibra, ndërsa programi politik u hartuan nga vëllezërit Frashëri dhe personalitetet të tjera nga trevat e Çamërisë, Shqipërisë së Veriut dhe mbar trojeve shqiptare. Lidhja shqiptare e Prizrenit përbën organizatën e parë politike dhe ushtarake të mbar kombit shqiptar. Detyrat kryesore të saj ishin kundërshtimi i Traktatit të Shën Stefanit, i cili parashikonte coptimin e trojeve shqiptare, bashkimi i trojeve shqiptare në një vilajet të vetëm, informimi i opinionit ndërkombëtar dhe evropian se shqiptarët janë një komb i vetëm, pavarësisht përkatësisë së tyre fetare. Historiani Skënder Spahiu tregon se lidhja shqiptare e Prizrenit kishte si synim kryesor kundërshtimin e coptimit të trojeve shqiptare në atë periudhë. Lidhja e Prizrenit erdhi si një marrëveshje, si një mirëkuptim mes shqiptarëve për të kundërshtuar vendimet e Traktatit të Shën Stefanit dhe të Berlinit. Ishte një aleancë trojeve mbar shqiptare, gjithë shqiptarëve në të 4 vilajetet shqiptare të mbledhur pranë një xhamie në Prizren, dhe nismëtarët e saj kanë qenë frashërdhënjtë dhe përfaqësues të tjerë nga gjitha krahinat dhe trevat e Shqipërisë, që nga shqiptarët e Çamarisë, të Vlorës, Gjirokastrës, deri në vilajetin e Prishtinës, ku qendra ishte Prizreni. Të gjitha këto elementë të kohës politik rrezikonin coptimin e trojeve shqiptare, dhe lidhja e Prizrenit ishte një aleancë politike dhe ushtarake për të mbrojtur dhe për të demonstruar pranë kancelarive të Evropës dhe vendeve të tjera të botës hapësirën mbar shqiptare. Ishte një marrëveshje ushtarake, sepse u organizua një ushtri armatosur dhe i shpërndau degët e saj në mjaft territore të Shqipërisë deri në vilajetin e Janinës, në zonën e Çamërisë, jugun e Shqipërisë, veriun e Shqipërisë, Kosovën dhe trevat tjera shqiptare të sotme në Maltëzi dhe në Serbi në luginë e Preshevës. Të gjitha këto elementë e bëjnë lidhjen e Prizrenit një organizim, sa politik por edhe aq ushtarak, për të mbrojtur tërësinë territoriale të shqiptarëve, që rrezikonin, coptoheshin dhe fatkeqësisht një pjesë e tyre ndodhen edhe sot jashtë kufive tan politik në trevat shqiptare, në Malnezi, në Serbinë, Maqedoninë e Veriut, në Greqinë e Veriut e të tjera. Ne jemi vetmi shtet, i vetmi kombë që rrethohemi nga bashkëkombas në kufit tan politik. Sipas Spahiut u krijuan struktura drejtuese të lidhjes, ndërsa ajo ngriti deg në të gjitha hapësirat mbar shqiptare. Në këtë organizim kishte përfaqësues nga Vlora, Gjirokastra, Janina dhe treva të tjera shqiptare. Megjithatë, lidhja nuk pati jetëgjatësi për shkak të rrethanave politike dhe ushtarake të kohës. Lidhja e Prizrenit pati jetën përgjithsisht të shkurtër, sepse bashkimi i kancelarive të Evropës, bashku me momentet e perandorisë osmane u organizuan, dhe lufta ruso-turke ishte një element tjetër që e çoi lidhjen e Prizrenit duke identifikuar shqiptarët si bashkëpunëtor, si element të ushtrive turke, apo dhe përfaqësimi i shqiptarëve në kancelaritë e Evropës ishte i ulët, dhe ky është një moment i cili lidhja e Prizrenit nuk e pati jetën shumë të gjatë, pavarësisht përpjekjeve të shqiptarëve, të patriotëve shqiptar, për të mbajtur lidhjen e Prizrenit sa më gjatë dhe për të patuar atë qëllim që i vuri vetes lidhja e Prizrenit, ruajtjen e hapësirës territoriale shqiptare. Lidhja shqiptare e Prizrenit mbetet një nga momentet më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë, pasi synonte të mos lejonte coptimin e trojeve shqiptare. Ajo ishte jo vetëm një lëvizje politike, por edhe ushtarake, që shënoi një etapë të rëndësishme në përpjekjet për mbrojtjen e interesave kombëtare shqiptare.